Ndërsa kemi një pyetje tjetër, thot kam një problem që po më shqetëson. Vazhdimisht kur lidhem në namaz më hapet goja, si ta largoj këtë? Hapja e gojës ka dy gjendje me cilën mund të përmbledhet. Gjendja e parë mund të jetë që njeriu mund ta bëjë qëllim shumë këtë. Ta hap gojën qëllimisht, pa ndonjë nevojë ose pa ndonjë nxitje nga organizmi i brendshëm. Edhe në këtë rast, ky qëndrim i tij apo kjo gjendje është e urrëtur të gjithë dietarët. Edhe jashtë namazit. Është domthon një dukuri, një e pahijshme, e urrëtur, e papëlqyer. Në veçantë brenda namazit. Në namaz është edhe shumë e urrëtur për arsye se njeriu gjatë namazit duhet të jetë i përqendruar dhe i përkushtuar në namaz. Duhet të jetë i lidhur me Zotin, duhet të jetë i përkushtuar se edhe ta ketë ndjenjë, ta përjetojë ndjenjën se është kontakt me krijuesin e vet. Dhe ai duhet të jetë i dhënur me zemër gjithçka domthon karshtim domthon para Zotit të tij. Ndërsa hapja e gojës, fjalat e kjo rasti i qëllimshëm, e largon vëmendjen e njeriu, e largon përkushtimin, e largon përqendrimin, dhe ashtu që nuk është në gjendje ai me përjetu namazin si duhet. Për këtë arsye është e urrëtur dhe shumë e urrëtur madje, dhe ashtu që njeriu duhet të marrë masa të menjëhershme që ta mbyll gojën, qoftë edhe me dorë. Sepse kemi edhe transmetime të ndryshme nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili na tregon se hapja e gojës është nga shejtani. Madje në raste të caktuara kur hap njeriu gojën, shejtani qesh me ta. Edhe për këtë në hadithin tjetër që transmeton Ebu Hurajra në Musnedin e Imam Ahmedit, thotë nëse do njëri prej jush i hapet goja, atëherë ta vendos dorën e tij mbi gojën e tij. Domthon ta mbyll gojën e të mos alaj hapur. Kjo është në rastin kur njeriu e bën qëllimisht, që nuk është e preferuar me as pak, por është e ndaluar dhe urrëtur te mase. Sidomos gjatë namazit. Ndërsa gjendja tjetër është më e lehtë, që njeriu nuk ka mëkat për atë, nuk do të jap llogari nëse është pa dëshirën e tij. Është domosdoshmë spontanisht vjen për shkak të procesit të organizmit, edhe shkaktohet hapja e gojës, që shpesh na ndodh, edhe mund na ndodhë brenda namazit. Domosdoshmë kjo fjalë edhe jashtë namazit mund të ndodhë, po edhe brenda namazit mund të ndodhë. Por ai nuk ka mëkat në këtë rast për arsye se është pa dëshirën e tij, por megjithatë duhet të përpiqet edhe në këtë rast, duke u bazuar në hadithet e mëhershme, që ta mbyll, ta nal vetë, ta përmbajë mbrana mundësive dhe ta vendos dorën gjithsesi domthon para gojës së tij që të mos hapet ashtu. Kjo namaz, po edhe jashtë namazit, sepse është edhe një mos respekt edhe ndaj njerëzve, domthon kur e hap gojën, përveç asaj që është në shariatin domthon është e urrëtur, por është në nënshmim edhe ndaj njerëzve të tjerë para të cilëve hapet goja, as më tepër kur ekziston edhe rreziku i daljes së enave të ndryshme nga goja që shkakton edhe urrëtie, irritim, largim me kështu me radhë. Pra duhet të ketë një kulturë të mirësie dhe Sigurisht, Islami kësaj çështje ka kushtuar shumë kujdes të veçantë për ata dhe puna e pastrimit të gojës, që thot pastrimi me misfak, që mos do njeriu ta rëndoj tjetrin me erën e tij, ose puna fjala vjen edhe të çorapeve, ose çdo lloj gjesti, ose gjithçka që mundet me ofendu tjetrin. Domthon Islami na ndalon që dalim publik ashtu, po të jemi kujdes në çdo sjellje. Qoftë edhe pse dikujt ndoshta kjo i duket e vogël, po ka një peshë jashtëzakonisht të madhe.